Kryqi i Kuq në Ulqin ka organizuar me sukses aksionin humanitar të dhurimit vullnetar të gjakut në ambientet e gjimnazit publik Vëllazërim Bashkim, duke dëshmuar edhe një herë rëndësinë e solidaritetit dhe humanizmit në komunitetin lokal. Ky aksion shënon vitin e 4 të radhazit të organizimit të dhurimit vullnetar të gjakut nga Kryqi i Kuq në Ulqin, një iniciativë që nga viti në vit po gjen mbështetje gjithnjë më të madhe nga qytetarët. Sipas udhëheqësit të Kryqit të Kuq në Ulqin, Edi Siari, që dhurimi i gjakut është një nga veprimet më humane që një individ mund të bëjë, pasi një dhurim i vetëm mund të nënkuptojë shpëtimin e një ose më shumë jetëve. Već 4. godina kako radimo u humanitarnoj organizaciji dobrovoljnog davalaštva krvi. Šta to znači za nas? Znači da jedno to davanje krvi znači jedan život. To je najplemenitiji i najhumaniji čin koji može jedan čovjek da uradi za drugog čovjeka tako što će da donira krv. Mi već obeležavamo 150 godina osnivanja Crvenog krsta kao prve i glavne humanitarne organizacije u svijetu, a 150 godina smo inače prisutni u Crnoj Gori, jedno kao najstarija organizacija na ovim prostorima. Apelovao bi na sve građane, mada je sam poziv je iz godine u godinu sve više i više, da što više se uključuju u ovakve akcije i da doprinesu znači, za, da kažemo, zdravije i bezbednije građanstvo našeg grada. Veliki broj mladih ljudi je učestvovalo u akciji dobrovoljnog davalaštva krvi, spoznali su da mogu da jednim tim doniranjem spase jedan život. Zahvalio bi se svima na učešću, pogotovo bi se zahvalio i parking servisu koji je ove godine obezbedio veliki broj parking mjesta za dobrovoljne davaoce krvi. Zahvalio bi se i transfuziji iz Podgorice koja je ove godine izašla znači, sa svojom pratećom opremom. Profesionalno izašla nam je u susret i pomogla nam oko ove organizacije dobrovoljnog davalaštva krvi. Pjesëmarrësit shprehen ndjenjat e tyre pozitive pas dhurimit të gjakut, duke ftuar edhe qytetarët e tjerë që të bëhen pjesë e aksioneve të tilla humanitare. Nije mi prvi put, već nekoliko puta zaredom dajem krv i osjećam se dobro i želim da pozovem sve naše Ulcinjanke i Ulcinjane da se jave na ovu akciju dobrovoljnog davanja krvi, jer ovo je prilika da mi svi pokažemo humanost i solidarnost na djelu. Jer kao što znamo, krv se ne može proizvesti, ona se može samo dobiti od ljudi, jer jedno davanje krvi može spasiti do 3 života. Tako da, evo, prilika da apelujem na građanke i građane Ulcinja da se odazovu ovoj dobrovoljnoj davanje krvi. Aksioni në gjimnazin Vëllazërim Bashkim konfirmon edhe një herë se humanizmi, solidariteti dhe përgjegjësia shoqërore janë vlera të gjalla në Ulqin, duke e bërë këtë aktivitet një shembull të mirë për t'u ndjekur edhe në të ardhmen. Është hera parë për ty që po dhuron gjak? Po. Se vendosë? Vendosa që të nap gjak sepse më vjen keq për njerëz tjerë që janë të smut, edhe mendoj se është gjë e mirë për të bërë. Çfarë procedure po plotësoni? Është gjithçka e thjeshtë? Besoj se po. Të gjitha janë thjeshta, janë veç pyetje për shëndetin tonë. Profesor, sa po dhuruat gjak, si ndjeheni? Shumë mirë, është disa ta herë që jap gjak, domethënë dhuroj gjak për njerëzit e cilët kanë nevojë. Besoj se është një gest human, në të cilët për disa vite më radh zhvillohet në shkollën tonë, siç e keni parë edhe vetë përveç stafit akademik të cilët japin mësim, ka edhe njerëz tjerë të cilët dhuron gjak, po ashtu edhe nxënësit. Është një kënaqësi zakonisht e madhe kur shef edhe moshën e re të cilët kontribon për ato të cilët kanë nevojë për gjak. Me një gest të vogël mund të shpëtohen jetë dhe të ndërtohet një shoqëri më kujdesshme për njëri tjetrin.